Bashkia e Vlorës ka vijuar gjatë kësaj të shtunë aksionin për pastrimin e territorit të Pyllit të Sodës. Aksioni u ndoq nga afër nga kryebashkiakja Brunilda Mersini, e cila theksoi edhe rëndësinë që duhet ketë sensibilizimi ndaj qytetarëve. Mersini tha se bashkia dhe ndërmarrjet e saj janë të angazhuara për të pastruar të gjithë këtë territor, por nga ana e qytetarëve duket se mungon sensibilizimi për të mbajtur pastër mjedisin. Pylli i Sodës shpeshherë është ndotur nga qytetarë por edhe biznese. Ndaj Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë gjatë kësaj të shtune aksionin për të bllokuar disa prej hyrjeve në brendësi të pyllit me qëllim që të mos ndotet. Bashkia është në punë kudo, në rrugët e qytetit, por kjo pjesë e qytetit ka një rëndësi të veçantë sepse është oksigjeni dhe frymarrja e qytetit, dhe e dyta që njerëzit në këtë pjesë në vend që të jenë më të ndjeshëm, po tregohen shumë të pandjeshëm. Dhe siç e dini, ne kemi qenë në fokus të këtij aksioni prej disa kohësh dhe prapë sot me keqardhje shikojmë që ka zona të ndotura. Kështu që kemi menduar që këto hyrje dalje të cilat njerëzit me mjete e kanë përdorur si vend depozimit të inerteve, ti bllokojmë edhe gjej rastin për sensibilizim mediat, komuniteti, institucionet, shkollat, të duam Vlorën. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se janë aplikuar gjoba edhe ndaj qytetarëve dhe bizneseve, të cilët ndotin mjedisin, por kjo nuk është zgjidhje, pasi qytetarët duhet të ndërgjegjësohen. Çështja e sensibilizimit mbetet një ndër kryesoret sipas kryebashkiakes, pasi sipas saj jemi në prag të sezonit turistik dhe të rritjes së temperaturave, gjë që mund të kemi edhe raste zjarresh nëse do të vijojë hedhja e mbeturinave pa kriter. Ka çdo ditë gjoba nga policia bashkiake, çdo ditë ne nëpërmjet kamerave kemi proceduar penalisht, kemi gjobitur, por kjo nuk është histori që neve duhet të procedojmë njerëzit. Ne duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit. Kjo është një pasuri e qytetit. Është një pasuri që ka direkt impakt në shëndetin tonë dhe pa diskutim në ekonominë tonë. Kështu që njerëzit duhet ndërgjegjësohen. Kjo nuk është çështje aksionesh. Ne kemi bërë aksione çdo ditë dhe bëjmë punën tonë dhe do vazhdojmë me aksione, po kjo nuk është çështje që ti duhet ta mbash pyllin pastër nëpërmjet aksioneve. Kjo është çështje sensibilizimi. Asnjëri duhet ta mendojë dy herë kur hedh ndotje edhe inerte, sepse ato bëjnë burim dhe për zjarret në ditët që vinë, edhe pa diskutim që zjarri pastaj është një dëm i jashtëzakonshëm për qytetin. Kryebashkiakja Mersini theksoi se Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrjet e saj gjatë aksioneve për pastrimin e Pyllit të Sodës apo edhe plazhe të vjetër, vënë re mbetje plastike, mbetje urbane dhe mbetje inerte të hedhura në të gjithë territorin. Madje edhe territori që pastrohet ndotet sërish pas disa ditësh. Fokusi i ndërmarrjes pastrimit, administrata e ndërmarrjes pastrimit kishte plazhin e vjetër, jo më para se 10 ditë ne kemi pasur prap fokus nëpërmjet një aksioni. Sot kemi nxjerr gati 4 kamionçina me ndotje mbetjesh plastike. Pa diskutim ne do marrim masa që të vendosim kosha për shishet plastike në fillimin e sezonit do t'i vendosim, sepse mendoj që do të jetë një mbase e ndihmon situatën që njerëzit të kenë vende depozitimi, se dhe ato vende depozitimi që kanë nuk është se i përdorin, po mendoj që do t'i vendosim në sipërfaqe më të mëdha dhe të jenë më të mëdha në mënyrë që të jenë më të dukshme, dhe nëpërmjet sensibilizimit të kemi alert edhe nëpërmjet operatorëve që kanë plazhe private, të jenë të vëmendshëm jo vetëm për pjesën e tyre, por për pjesën publike.